Pra, me anë të kësaj thirrjeje, QSUT dëshiron të kërkojë vëmendjen e publikut lidhur me mundësinë për të kontribuar në përmirësimin e shërbimit dhe ofrimin e ndihmës në rritje e cilësisë së shërbimit ndaj pacientëve të hospitalizuar në QSUT. Në kuadër të nevojave aktuale kërkohet si më poshtë. Pra, po heqim kompjutera, printera e fotokopje, pajisje mjekësore, 15 respirator, 6 laringoskop, 6 defibrilator, 1 brakiterapi, 5 monitor pacienti me matje invazive, 5 elektrobisturi, 2 kull endoskopie plus kolonoskopi, 50 shiringa elektrike, 1 video laringoskop, 5 EKG 12 kanale, 2 EEG, 2 mikroskop kirurgjikal, 2 prova ushtrimore, 2 holter ritmi, 2 holter presioni. Vijon më tej kërkesa e QSUT-s, 1 eko imazherike, 1 autoperimetër, 1 frez, 3 aparat anestezie, 13 barel, 1 eko kardiake, 1 EOS, 10 pompa infuzioni. Pra, pret QSUT-ja kontribute të qytetarëve shqiptar për të blerë këto pajisje të cilat janë në nevojë në QSUT.